Moti i keq ka përfshirë Shqipërinë që në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërsa në disa zona janë shfaqur problemet e para. Si pasojë e motit të keq ka patur përmbytje dhe rrëshqitje inertesh në disa akse, ndërsa janë bllokuar disa zona malore në Dukaqin, duke izoluar përkohësisht banorët. Situata paraqitet më problematike në aksin Theth Ndërlysa dhe në segmentin Ndërlysa Breglumi. Disa fshatra mbeten të shkëputur pasi rrugët janë bërë të pakalueshme. Autoritetet vendore njoftojnë se po pritet ndërhyrja e mjeteve të Bashkisë Shkodër dhe ekipeve të emergjencave civile, të cilave do të bashkohen edhe forcat e ushtrisë me qëllim zhbllokimin e rrugëve dhe rikthimin e qarkullimit normal për banorët e zonës. Ndërkohë, rruga kryesore Shkodër-Theth raportohet të jetë e kalueshme dhe pa probleme, ashtu si dhe akset nacionale dhe rrugët kryesore në gjithë qarkun Shkodër. Përveç izolimit të fshatrave, një tjetër shqetësim mbetet mungesa e energjisë elektrike në shumë zona të Bashkisë Vaudej dhe në disa fshatra të tjerë malor, ku moti i keq ka shkaktuar defekte në rrjet. Situata e rënduar nga kushtet atmosferike shoqërohet edhe me një incident të rënd gjatë natës në fshatin Preknicaj të Shkrelit në Malsinë e Madhe, ku një banesë dykatëshe u përfshi nga flakët rreth orës 2. Shtëpia e shtetasit Zef Preknicaj është djegur plotësisht pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Hetimet paraprake tregojnë se shkaku i zjarrit mendohet të ketë qenë një rrufe e shkaktuar nga aktiviteti i shtuar elektrik në atmosferë gjatë 24 orëve të fundit. Situata në Bashkinë Mat është rënduar si pasojë e rreshjeve intensive të orëve të fundit, sipas informacioneve nga strukturat vendore. Në fshatin rreth Bajz, një banesë paraqitet e rrezikuar nga përmbytja. Në vendngjarje janë angazhuar zjarfikësit dhe mjetet të tjera për largimin e ujit dhe për ndalimin e përkeqësimit të situatës. Gjithashtu, rruga nacionale Burrel-Skuraj paraqet rrezik serioz për qarkullimin, pasi në disa segmente janë shënuar rënje gurësh, duke vënë në rrezik automjetet që kalojnë. Menjëherë është angazhuar firma kontraktore për pastrimin e rrugës dhe eliminimin e çdo rreziku të shtuar për drejtuesit e mjeteve. Probleme janë raportuar edhe në Bashkinë Dibër, ku disa njësi administrative janë pa energji elektrike. Mungesa e furnizimit me energji ka prekur njësitë Kala e Dodës, Slov, Zaldardh, Reç, Lur dhe një pjesë të njësisë Arras Fushçidhën. Për arsye sigurie është takuar Fidri që furnizon këto zona për shkak të shkarkesave elektrike të shkaktuara nga stuhia. Ekipet e OSHE po monitorojnë situatën dhe po punojnë për normalizimin e furnizimit, sapo kushtet të jenë të sigurta. Grupet e punës së bashkive, emergjenca civile, forcat e ushtrisë dhe strukturave të tjera janë në gatishmëri të plotë për të menaxhuar çdo situatë emergjente që mund të shfaqet, ndërkohë autoritetet i bëjnë thirrje banorëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme, sidomos në zonat malore të qarkut Shkodër deri në përmirësimin e kushteve të motit.